dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe ndjekës të portalit Almak Press. Sot me mu është ikona e pikturës dhe artit pamor në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm, i nderuari profesor Miftar Mehmeti. Mirë se më erdhe. Mirë se u gjetëm Vali. Profesor, më keni bën një nder të madh që keni pranuar që sot të shtrojmë muhabetin e kulturës në këtë format të podcastit, të cilët tash 2 sezone po e mbajmë. Dhe ju jeni themelusi Fakultetit të Arteve në Universitetin e Tetovës, krijues dhe njiheni edhe si piktori i përmasave, gjithësisht të datave të mëdhaja të historisë kombit shqiptar, duke filluar nga përvjetori i Gjergj Kastriot Skënderbeut, duke filluar nga shndrimi i Nënës Teres, nga ekspozita e famshme juaj që ndodhi në Rom. Mirë po, zanafillën gjithësisht prej ardhe juaj është nga fshati Rakovec. Nuk e them këtë për të bërë një tërheqje, por për të kriju një paralele, pra Rakovec, Prishtinë, Rom. Mund të na shpjegoni pak fillimin e juaj, hapat e parë të artit? Ç'është ajo shkëndija që ju çoi drejt pikturës? Vali, njerë është nder kur dikush të thirr të bësh muhabet e pa mundun është që unë të them, jo, Vali, nuk e vi të bëjmë muhabet, s'ka kur një kuptim, prandaj edhe as që pata dylem, prandaj edhe të bëjmë muhabet për artin, nga se ke qenë student jo, edhe ne si profesor studentët tonë duhet t'i respektojmë maksimum. Në moment që respektoj studentin, respektojsh veten tënde. Dhe ne mund të lavdrohemi bëm që bëm, por studentët e bën të veten. Ardhja e studentëve, regjistrimi i studentëve në për fakultete, ne i mundsojnë neve në atë kohë që ishin profesor, të jeni profesor universitar. Ishte mburje, ishte dëshirë, por studentët ishin ata cilët u regjistruan duke e ditë se a dhe legalizohet diçka ajo, ato bën atë heroizmin e vetë që të regjistrohet. Më pyete për themelimin e Fakultetit të Arteve, vërtet është që më ka njoftë profesor Fadili, edhe kështu që më thiri, unë thira shokët e mi, edhe unë mund të jem nisbetari një grupi për themelimin e Fakultetit të Arteve. Mastaj profesor Arifi të muzikës, kështu që vazhduam me radhë. Më thonë, jam një prej grupit të themeluesve të Fakultetit të Arteve me kolegët e mi, duke i numëruar tashmë. Ato e dinë vetë kolegët e mi cilët janë. Por ndrysh tha se për Rakovec, jemi prej Dikundi. Jemi prej Dikundi, a prej Malësisë Sharrit, a prej Pollogut, a prej anës të Malit të Thatë. Ne kur ndëgjuam se iniciativën që ka profesor Fadili, me profesor tjerë, pa edhe na, në atë kohë, ishte kënaqësi e madhe. Por një rast do ta përmendi një thënie të një studenti në atë kohë. Ishim të bu me një kafe, si zakonisht mbas ligjëratave. Kafe dhe njëri prej kolegëve tha, ne kemi shti kokën në thes, edhe neve policia në ndjek, ne kemi bërë një punë madhe kështu. Studenti tha, shiqota profesor, rasa është fjala për futjen e kokës në thes, ne studentët kemi fut kokën në thes. Ju keni ardhë vendet e punës i keni ardhë kjo plus. Edhe është diçka mburje për ju, a koka në thes ne. Ishtë një fjalë shumë e pjekun, një fjalë shumë. Por fjallën e këtë fjallë dhe them, është fjallë e Agron Abdulit, profesor në universitet. Kolega ju sot. Kolega, jo të sot, student jem, nxënës jem, kujdestar klase kam, edhe ndaj atij djali unë kam shumë respekt për kohës që një. Ashtu është. Kur e thash Rakovec, desha të tërhek një paralele, një gjallë, kushtimisht them, nga Rakoveci, arrin që të mbrin kulmin e artit pamor dhe të ekspozojnë në qendrat më të mëdha evropiane. Këtu e kishim fjalë, profesor. Dhe në këtë kontekst, ju keni bërë një ekspozitë madhështore mbi figurën e Nënës Teres.
Përndryshe njiheni në okularet artistike, nuk të projekt të them si piktori i të shenjtës Nonës Terese. Këto projekte të mëdhaja që keni bërë, edhe për 550 vjetorin e lindjes së Skënderbeut, edhe të Nonës Terese, janë projekte të cilat kanë kaluar diapazonin personal. Keni kyç në këto projekte shumë institucione, shumë njerëz dhe këto kanë marrë pra namin të cilët e kanë. Si ka qenë procesi, ideja, realizimi, nëse mund të na shpjegoni pak, që të kenë edhe shikuesit tonë një ide se si kanë ardhur deri te realizimi i saj. Ne gjithë kolegët tonë që jemi në Universitetin e Tovës, pa edhe gjithë piktorët në Maqedoni dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, kanë qejf të jenë të dallohen me diçka. Edhe unë si fazë fillestare e piktorimit tim, jam dalluar në mesin e kolegëve apo jam barazuar në mesin e kolegëve me një cikël pikturash që ende bire me ato pikture, të cilët u quajtën gjakimet pas parajsës së humbur. Me po, ky verzion pëlqejeshte nga kolegët, pëlqejeshte edhe nga shumë tjerët, por ja që fati ishte i tillë që Fatmir Sulemani, kolegu im, edhe shoku im i maleve, ati lindi ideja bashkë me profesor Nahatin që të bën një revist për rini lidhje me Nën Teresën. Edhe mu dha detyra të bëj atë tregimin, storjen e Nën Teresës prej moshës më të re deri në Kalkut. Për një 15 punime i punove dhe edhe Nahati dhe Fatmir, po këto nuk janë skica, këto janë piktura. Kështu që unë që ati fillova me dëshira për të bërë diçka për Nën Teresën, më shkputi nga cikli i pikturave gjakimet pas parajsës së humbur. Fillova që edhe Nën Teresën ta futin në atë procesin e pikturave të mia gjakimet pas parajsës së humbur. Gjatë mbrëmjes në atelje time vinë fëmijët e mi, Drenusha, Fatoni, Artrimi, edhe më tha, njeni, ta shkujta Fatoni, më tha, babi tha, kjo Nën Teresa që e pikturisht ti, shumë i ngjarë nënës tonë, si me të huth një xic, një shkëndi, edhe unë besom, Valmir, nuk u flet tërë natën, u çova në mëngjes herët, shkova figurës së Nën Teresës t'ja veshi teshet e nënës time. Me atë skutaqen, me topa, me një fanele të ngjyrë vishnje edhe një lek. Ashtu e kish qejf në nejme edhe e hoq ato trakat e të kaltërtat, shamin e bardhë edhe Nën Teresa u shëndru në një grua plak, në nëndime thjesht. Një figuracion që përshkruajnë gjyshet tona gre. Aty më lindi ideja se gjithë nënat janë të shenjta. Rëse Nën Teresa është e shenjtë për gjithë botën, nëna ime është e shenjtë për mua. Kështu që këtë që e shpjegoj tash dikur në një ekspozit që kom pas me portretet e Nën Teresës në Sofia, më thanë ato bullgarat që Maqedonë ishin që ishin shpërngulur në Bullgari, më thanë, profesore, vije gozna, kështu, a e njihni? Po thash unë, vetëm kemi ndëgjuar ne për Nën Teresën, por e di se për Nën Teresën ka shkruajtur shkrimtare, poete, skulptorët, piktorët, politikanët, generalet, priftit e këtë botës, ka shkruajtur për Nën Teresën, ju dha çmimin Nobel. Po. Do të thonë, ju njoh ajo puna e palosme e saj, por kush u njeh nënave tona? Kjo është pyetje. Kush u njeh nënave tona se nëna ime me mosh është me Nën Teresë. Prandaj ne, pikturat e mia, kushtuar Nën Teresën janë një homazh për t'u njoh sakrificën e nënave tona, të dikushme që vetë punojshin, vetë korshin, në ushqeshin, në qepshin, në mbathshin, në rritshin me durët e tyre. Kështu që ato ngelen të krahashin, besoj që të kenë një Mendoj që ky rrëfim i ndjerë juaj është edhe një lloj homazhi edhe i tanishëm që u bëjmë gjithë nënave tona të cilët kanë bërë pamundurën për ne. Profesor, keni pasur një detyrë të rëndë të ngrini gjenerata që nga gjimnazi i Tetovës, pastaj edhe si profesor
në Fakultetin e Arteve në Tetov. Nëse mund nga një retrospektiv që mendoj që është e shëndosh në kontekst kohor të tregoni a ja kemi arrit qëllimin që ta ngrem artin pamor në nivelet të dëshirueshme apo ende mbetet shumë për të bërë? Unë përgjigjes para prakët e kësaj harrova deri në fund se më pyet unë se muhabeti shkon si ujti, kam Për atë kemi qytet këtë edhe muhabeti kulture. Kështu që disha të vit deri te portretet e Nën Terezës, deri të vit te projektet. Se ata që i spjegoj janë portrete, ka qenë, jo projekte. Kështu që kur erdh 100 vjetori i lindjes së Nën Terezës, unë i thash vetës time, Miftar ti ke bërë mbi 100 portrete, ma shumë ke piktoru. Po si mund të bësh diçka më ndryshe me rastin e 100 vjetorit të lindjes? Kam bërë shumë skica, edhe ne i kam. Desha Nën Terezën ta pikturoj përmes gjetheve poshtë, ngjyra. Do të thonë, unë hulumtojshëm diçka. Në kërkim. Kur më lindi, thash, pse të bëj gjeth të kaltërt edhe gjeth të ngjyra që t'jepet portreti, pse mos bëj portret? Aty, derisa desha të bëj gjethe të lloj-llojshme që t'japin fytyrën e Nën Terezës, atëherë thash, Miftar, po ty bën një portretit. Edhe aty u rahatova. Në moment kur Valmir lindi ideja, puna shumë e lehtë. Por kur nuk ke ide, puna është e rëndësishme. Kërkimi gjithsesi deri tek ideja, deri tek ajo. Është proces, ajo proces vjen ideja nganjëherë. Kështu që por këto punë që kam pas me Nën Terezën, 100 vjetorin e pavarësisë, shëtrimin dhe këto më kanë thënë fjalë të mira edhe shumë profesor tjetër, edhe prosto kolegë nga Shqipëria edhe nga Kosova edhe më kanë thënë, bilesa janë ide tua, je shumë original, bilesa të shqiptarët. Nuk ka ndodhur më. Nuk ka ndodhur. Njëri më tha nuk ka ndodhur më larg, po më shkojmë më të tjerë të shqiptarët bë. Jo, unë për atë thash në fillim, ju jeni pra është piktori që ka shënu datat më të rëndësishme, pra, edhe jeni unikal në formësimin se si keni formësu ato ide. Janë shumë dimensionale këto, edhe përveç se kom punu vetë, kom thirrë edhe kolegë, kom thirrë edhe datë një punë, janë në performancë, e rregullosh e prishish, do të thonë, aty për aty, janë ashtu edhe profesori Mexhaiti, edhe profesoresha Eldës, kanë shkrujt për këta piktura, për këtë veprimtari në atë kuptimin. Madhështia juaj qëndron atë se në këto projekte nuk keni ngel vetanak, nëse mund të shprehim, por edhe neve na keni bërë pjesë e projekteve tuaja që edhe ne të krahas madhështisë tuaja dhe ne të ndjehemi të veçantë kur kemi marrë pjesë në ato performancat e juaja, ku edhe ne kemi qenë pjesë aty në projekte. Po, kjo ishte ajo Valmiri që ta përfundoi ajo që u dallova nga tjerët. Kur thash se gjithë piktorët duhen të bëjnë diçka që dallon. Më kujtu, më fal. Më kujtu edhe kjo ishte ajo. Jo, kjo do të thonë është diçka shumë e veçantë. Profesor, ti rikthehemi kontekstit pedagogjik tuaj, i cili është një ndër pjesët gjithësisht më të rëndësishme të jetës tuaj, të cilat nuk duhet ta tejkalojmë pa e thënë. Pra ju jeni krijuesi gjeneratave, sidomos në artin pamor. Pra, siç e tham më herët, themeluesi i Fakultetit të Arteve. A mendoni nga kjo retrospektiv kohore që ja kemi arrit qëllimin që ta ngrem në nivel akademik artin pamor dhe t'i japim hakun në një farë forme? Tashmë kemi institucione, kemi galeritë e arteve, kemi shumë kolegë të cilët krijojnë. A ja keni arrit qëllimit në thojza për atë cilën keni punuar gjatë tani jetës tuaj? Vale, unë kom punu një kohë gjatë në gjimnas, shkollë të mesme të mjekësisë, pastaj në UT. Kështu që i kom kalu gjithë fazët, bile sa edhe një vit kom punu edhe në 8 vjeçare. Më thënë se përket procesit arsimor i kom kalu edhe të fillorën edhe të shkollës mesme. A shkolla e mesme është ajo që unë të kishëm pas mundësi, Valmir, të ishëm dikush unë çdo student fakultet të arteve për të ardhur në të kalon një 10 vjet në një shkollë të mesme, ta shohë se ç'është orari,
ta shofe se ta ndyje se çfarë është zilja, ta dije se çfarë është inspektorati, se vinë inspektorët ta kërkojnë plan programin, kur di kalon një profesor, një i ri, këto, edhe ka sukses në shkollë të mesme, unë të ishëm dikush, ajde, ta therim këto, po unë i kam respektu nxënësit e mi. Natyra ime që ashtu. Duhet të më duan, ama për të më dasht, do t'i duan. Duhet t'i duash. Kjo është ajo rregulla. Ti respektojsh. Kur nxënësit, studentit, mos i trego arrogant. Për të dasht të tregoj se dish. Po tregoja qatë punë që duhet ta bëj. Asnjë punë mos i thuaj se e ke bërë keq. S'ka punë që një i ri, një student e bën për inat, apo e bën beqëllim. Ai e bën çfarë sa ka ditë, e bën çfarë sa të ka kuptuar ti. Por ajo mënyra se si dhe i afrohesh, si dhe i korrigjojsh, bilesa edhe mënyra ka student që thotë profesor, por nuk di ta bëj këtë punë. Mu më pëlqen edhe atë si e thotë se s'di ta bëj. Kur e thotë në mënyrë të rrjedhshme dhe mënyrë shumë dinjitoze, atëherë thonë, ki është i mençët. Ki dhe e bëj. Dhe arje qëllime. Pasi i di mangësitë e vetë. Është shumë me rëndësi, Valmir, është shumë me rëndësi ta pranojsh një gjë që nuk dish ta bëjsh. Në moment që e pranojsh ti vesh ke sukses. Kështu që edhe me studentët, unë kalu mirë, rigoros, arti nuk ka vend për qenë rigoros. Arti ka vend për qenë tolerant, arti ka vend për të spjegu, arti ka vend për të kritiku, edhe më në fundë nëse ka vend për të të lavdëru, hajtë gjeti e se dhe ajo. Është e mirëseardhur. Mirëseardhur. Mu më kujtohet kur fillova si ligjërus në Fakultetin e Arteve në Tetov, më patë dhënë një këshill. Më the asnjëherë mos e bën punën që të presin studentët. Kjo ishte për mu jo e papritshme, pasi unë kam qenë student juaj dhe e di që si zakonisht ne ju prishmë juve, pasi është shumë e vërteta që thatë që asnjëherë asnjë student nuk është ndje, në thoj se i ofendum nga ana juaj, por gjithherë keni gjetur atë më të mirën që kemi bën si student dhe ne keni dhënë pra motivin për të punuar më shumë. Profesor, unë dua të më jepni përgjigjen. Për momentin si shoqëri shqiptare, këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, a kemi arritur nivelin e përfaqësimit të artit pamor ashtu si duhet? Kemi ende punë për të bërë, ku i kemi mangësitë se kemi gjithë tagrin për ta thënë këtë? Jemi ende se unë më tepër më njohin si pedagog i qoftë shkollave mesme, qoftë i fakultetit. Dëgjoj Vali, unë se ne thom atë. Unë e shoh që 2-3 herë po më hikni temës, po. Jo, se ne thom, jo. Vali, një Universiteti i Tetovës na dha mundësinë të gjithë neve që të tregohemi, edhe ai individ, ai person që pat një lloj burrnie në esencë edhe pak talent, ai u bë i suksesshëm në universitet. Ndërsa një numër tjetër që u dha mundësia e shanca, që fatkeqësisht janë numri i madh, që u dha mundësia të jenë profesor universitar, ato nuk bën një hap më përpara. Vetëm ju rrit mendja, ngritën qëllamin, filluan të bën profesor, jo vetëm në të, po profesor gjithandej, edhe nuk e din kur arrin të japin mësim në Gjilan, në Prishtinë, në Shkup, atje. Kështu që ndoshta është mirë ajo, por mu s'm ka pëlqyer asnjëherë. Kështu që arti s'ka fund, gjëtish matematika e që më pyet e mua, sa arrin, për shembull, një u bë di, arti nuk i ka këto, o Valmir. Arti është gjë shumë individuale.
ndëgjoj, unë ta them edhe një gjë, por ndoshta e kam gabim. Thuan duhet ta blej një pikturë për Picassos. S'është me rëndësi, a është e mirë për Picasso. Do të thotë, ne duhet të ngrejmë autoritetin e vetes tonë personal. Në moment që ngrejmë autoritetin, kuptohet edhe në përvepra se mund ngrihet autoriteti kështu, atëherë mund të themi se është arrit diçka në art. Kështu që është shumë relative. Arti nganjëherë është vlerësuar nga koha, nganjëherë është edhe mund vikisht të thëmë se arti nganjëherë ka edhe bazën e përfiklima. E di se dikush përmes luftës në Kosovë diçka ka bë art dhe është ngrit niveli artistik i atij. Dikush se di, është pak e çuditshme kjo punë. Është ndërlikuar shumë. Tash hajde shohim për shembull që u kapa unë për festave, për manifestime 100 vjetor, dikush thotë mestar, për nuk është art ajo, është një politik. Unë nuk e di çfarë është. Kryesore, vale ndëgjoj, arti është i çuditshëm, prandaj e respektoj, ta thash paras, e respektoj punën që jep një artist në pëlhurën e vet. Jo atë se hudhin një ngjyrë ja qelloj politikisht apo ekonomikisht apo artistikisht. Atë dhe thotë koha. Unë si Miftar Mehmeti jam për atë që ta japish hakin. Të japish dorën. Të japish dorën tënde dhe hakin deri në fund, e çfarë të bëhet atë nesër, koha do të tregojë. Profesor, ju keni thonë që një artist i mirë di kur i thot mjaft pikturës. A i qëndroni ende kësaj filozofi apo nuk ka fund? Nuk ka, ma mirë dhe thëmë. Unë e kom thonë do njerë, nga njerë varmir, kur të linë një ideje zgjat një 10 vjetë apo 5 vjetë. Mazë vjetrohet. Vjetrohet do të ndrojmë ide. Të ndrojmë. Në kështu që edhe kjo mund t'jese në atë nivel që zakonisht e din. Jo, zakonisht unë kur e bëj diçka mirë, ku më dhënë hakun, unë ma e di se është e mirë. Nuk toleron mua pëlhura që të prek. Ja, ka. Ajo është pak duhet një përvojë. Duhet një përvojë, pa fund. Profi, në fund të këtij emisioni do desha t'ju pyes për planet e juaja të ardhmen, për projektet e radhës. Ku jeni me ide dhe me realizim të një projekti? Unë vale dhe të shfrytëzoj momentin, unë kom qenë faza. Unë student, edhe në shkollën e mesme kam kalu si ma mirë. Kur thosh si ma mirë, me shok, me mohabet, me profesor, a dhe marrë dish, a dhe marrë tresh, sa me rëndësi, në të kaluse, a mu kom qef të knaqen në shkollë. Ta shijoj. Ta shijoj shkollën, kur nuk jom ndri se vinë profesorit do më vend dish e po nish. E kom hek, ashtu e kom pas natyrën. Qatë gjoj e kom pas edhe në Prishtinë, si jom marrë. Kom pas qef filmin, kom pas qef muzikën, kom pas qef botën time. Të ndërprer për muzikën do ta bëjmë një emision të veçantë unë ti, për shihet tonë muzikore. Dakor. Kështu që edhe si profesor, kom ndryshuar sistemin e jetës, kom punuar me nxënësit e shkollës mesme, kom blet libra, kom dash di për të treguar. Edhe kom bën rastin në Prishtinë, kom bën një afër të 800 pllaka single për qefet e mia, për të ditë për nxënësit e shkollës mesme, kom mbi 300 libra arti. Mirë po kur erdha të bëhem profesor universitar, i lash ato, i lash këto, ju roka pikturës, që atë edhe filloj pikturë fal Universitetit të Pikturës, artit, unë u bëna piktor. Edhe jam qështu me ty sot. Mirë. Profi, unë të uroj suksese në projektet e radhës, të cilët shpresojmë që të filloni të realizoni sa më shpejt, dhe ju uroj shëndet e mbarësi në jetë. Besoj që do shifemi në aktivitetet e reja kulturore, dhe shpresoj që edhe neve si ish student të juaj të ndjekim rrugën të cilën e keni trasu, që nuk ka qenë rrugë e lehtë, e thatë më herët, e vërtet ka qenë që keni fut kokat në thes, bashkë me ne studentët, por ju keni qenë ata të cilët keni hapur rrugën. Studentët kanë fut ne ja, ne s'keni fut kokat, ne kemi ardhur. Të falenderoj edhe një herë për modestinë, për këtë bisedë të ndjerë, dhe nëse keni çtoni diçka përfund. Desha të shkoj diçka. Vale, me qenë se më tha projektet,
asnjëherë piktori nuk dorëzohet, thot do bëj diçka, kështu që edhe unë që kur kom dalë nga penzion, hasot do bëj diçka, hasot, por e kam ndërmend edhe është në proces që të ritakohemi edhe njerë me studentët, është kënaqësia ime që të takohem me të bëjmë një projekt përbashkët, edhe jam në proces, i kom njoftu studentët, e din ata, edhe se që do bëjmë dhe shohim Shohim që do dalë. Shohim që do dalë, besoj që dhe jenë të kënaqur edhe studentët, pa edhe projekti. Shohim. Kjo është ajo. Duke të uru suksese për projektin e radhës, të dashur ndjekës të emisionit, gjithësisht të podcastit Mohabet e Kulture, miru ta kopshim deri në emisionin e radhës.